Përshëndetje të nderuar teleshikues. Në këtë emision të Bashkimi Evropian dhe ne do t'i përkushtojmë më shumë muajt maj, ditës e Evropës. Një datë që simbolizon paqen, bashkëpunimin dhe unitetin midis popujve të kontinentit. Në studio kam kënaqësinë të bisedoj me Valon Saliun, përfaqësuesi Europe House apo shtëpisë evropiane në Shkup dhe në vend. Mirë se erdhe, Valon. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën, nderjes time. Si që përmenda pak më herët, do të flasim më shumë për aktivitetet e fundit, por unë edhe dua për teleshikuesit tanë, pasi që nuk kemi pasur mundësi të flasim për misionin dhe vizionin e shtëpisë e Evropës në vend, aktivitetet të cilat i zhvilloni këtu dhe në qytetet tjera, por fillimisht më thuaj pak për misionin, vizionin, qëllimin e ekzistencës së rrjetit Europe House. Po, Nora, Europe House si e tillë ekziston vetëm 5 vite. Si vjetë festuam edhe vitin e 5 të ekzistencës së Europe House. Në vitin e kaluar si vjetë më kemi hyrë në 6-in. Para asaj njiheshte si EU Infocenter. Koncepti ishte pak më ndryshe, ishte infocenter klasike për informata në lidhje me Unionin Evropian, programet e kështu me radhë. Mirë po, pas rebrandimit të saj, do thotë para 5 vitesh, u shndrua në një, nëse mund të them, hub, qendër, e cila targeti ka të rritë. Misioni i Europe House është the place of the new generation, ose vendi i gjeneratës së re. Do thotë edhe me hapjen e Europe House aso kohe, ambasadori aso kohe, simbolikisht qelsin e Europe House u adha të rive, duke përcjell mesazhin se kjo shtëpi prej tash tutje është e juja. Çka bëjmë në Europe House? Europe House është një, faktikisht nuk është një, më tash jemi 7. Janë 7 qendra në vendin tonë, të cilat funksionojnë për t'ju shërbyer të rive. Do thotë gjithçka që të rit kanë si iniciativë, t'u ndëgjojmë zërin, t'i mbështesim, t'ju japin hapësirën e kështu me radhë, mbështetjen e gjejnë tek Europe House nëpërmjet Unionit të Evropës ose zyrës të delegacionit të Unionit Evropian në vendin tonë. Si kanë mundësi ata për shembull që nëse dëshirojnë, t'ja u thjeshtsojmë të rinjve tanë të cilët na ndjekin, nëse dëshirojnë të realizojnë një event, hapësirat e Europe House janë të hapura për ata, apo jo? Vetëm me kërkesa? Po, është procedura shumë e thjeshtë. Zakonisht idetë linden nga eventet që i organizojmë, sepse pas çdo eventi kemi një farë lloj networking, rrjetëzimi, nëse mund ashtu të them. Edhe zakonisht këtu bëhen edhe kontaktet edhe me kolegët tonë, po edhe me zyrtarët e Unionit Evropian të delegacionit, dhe zakonisht në këto evente të rritë edhe qasen me ndonjë ide të re kështu me radhë, të cilat pastaj duke biseduar prezantojnë ndonjërit prej neve, zakonisht idetë lindin nga këto. Pastaj procedura është shumë e lehtë në rand, si gjithçka në jetë, kur ta ke kontaktin e parë, pastaj shumë më lehtë, idenë dhe kontaktin e parë, pastaj shumë më lehtë shkojnë gjërat. Kështu është edhe të ne, po ajo pjesa teknike është e thjeshtëzuar, do thotë nëse dikush ka ide ose ka ndonjë plan ose ka ndonjë projekt, kërkon ndonjë mbështetje, hapësira e kështu me radhë, në faqen e Europe House kemi një pjesë e cila mundëson secilin që të aplikon, që të bën kërkesë për të aplikuar, për të shfrytzuar ndonjë nga 7 hapësirat që i kemi në vendin tonë. Mirë po, dua të cek se Europe House nuk ofron vetëm hapësira. Do thotë neve e ofrojmë gjithë mbështetjen. Do thotë kemi disa lloj eventesh. Një lloj eventesh janë evente in-house, të cilat organizohen nga Europe House delegacioni. Kemi evente të cilat janë bashkëpunim Europe House me organizata ose iniciativa të jashtme. Do thotë kemi një qëllim, kemi ideja të ngjashme, bashkohemi dhe e zhvillojmë një projekt të tillë së bashku, edhe opsionet e treta janë organizata ose iniciativa ose të rinj individual të cilët i kërkojnë hapësirat për të organizuar ndonjë debat ose ndonjë event kështu me radhë. Kështu që duhet vetëm të bëhet kërkesa online në faqen
pastaj gjithçka është lehtë. Po edhe dyert e Europass janë të hapura, gjithsesi se mund të vinë në zyret tona, gjendemi mund në ndërtesën e delegacionit të Unionit Evropian. Kështu që çdo kush që ka ndonjë ide nëse gjithsesi se informacione shumë të rëndësishme për të rinjt tanë, të cilët kanë ide dhe duan të realizojnë ato. Valon, si ndikon aktiviteti juaj, Europe House, pasi që përmende evolucionin e gjithë të theme këtij këndi, që ishte një kënd informativ dhe tani e kemi një shtëpi ku zhvillohen aktivitetet e ndryshme, keni takime me të rinjt. Ne e dim se kohët e fundit të rinjt duan të ikin jashtë vendit fatkeqësisht, por cilat janë ato adresime apo mesazhet të cilat i merrni kryesisht nga të rinjt që kërkojnë ata? Vjen mirë që e përmende faktin se të rinjt duan të ikin jashtë. Do thotë, një prej arsyreve pse ekziston Europass është që të mundohemi këta të rinj t'i mbajmë në vendin tonë, mirë po duke ju ofruar mundësi që u ofrohen të rinjve jashtë. Do thotë në projektet, në bashkëpunimet që i kemi edhe me Erasmus, edhe me ambasadat të cilat janë anëtare të Bashkimit Evropian, neve të rinjve ju japim edhe mundësi që dalin nga vendi, të studiojnë jashtë, po mirë po të kthehen prapë këtu. Kështu që gjithçka që organizojmë, është një send interesant për kur kam filluar të punoj në Europass, e kam takimin me të rinjt e kam më të shpeshtë. Edhe realisht, ndonjëherë hamendem se sa kokat e gëvendura të rinjve kemi këtu, se sa të rinj me iniciativa të mira kemi në vendin tonë. Mirë, po fatkeqësisht ndonjëherë nuk i kanë mundësit, edhe ky dëshpërimi i të rinj, gjithë kemi qenë të rinj, zakonisht kërkojmë neve mbështetje, po nëse nuk e hasim, pastaj kërkojmë edhe alternativa. Edhe kjo ndodh edhe tani. Fatkeqësisht jo çdo kund e kanë derën e hapur. Edhe nëse si Europe House mundohemi që të paktën zërin e tyre ta ngrejmë pak më lart, le të ndëgjohet. Ne para disa vitesh kishim një iniciativë me këshillet lokale të disa komunave, të cilat kanë qendra të këshilleve lokale, të organizojmë debata me të rinj nëpër qytete dhe krajina të cilat nuk janë edhe aq të zhvilluara. Kur ulesh e bisedon me ata të rinj, e sheh se sa lokalitetet e ne nuk i kanë edhe sendet bazë që i duan një të rinj. Do thotë kishim debate të ndryshme nëpër qyteza ku të rinjt nuk kanë kinema, të rinjt nuk kanë një sallë sporti, edhe janë kërkesa të cilat zakonisht i adresojnë te lokalitetet, institucionet, komunat e tyre. E iniciativa jonë ishte që ti kyçim këta të rinj në vendimarrje në aspekt të funksionimit lokal të qyteteve që i kemi. Kështu që organizonim debate me të rinj dhe pas atyre debateve, së bashku me ndonjë ambasador dhe ndonjë ambasade, të gjitha ato ideja ose kërkesa që kishin të rinj, mundoheshim që tua prezantojmë kryetarëve të komunave, vetëm që disi të ndëgjohet edhe zëri i të rinjve. Nuk e di sa kemi arrit që të zgjidhim ndonjë problem, po fakti se inicion një debat me të rinj i bën që ata të ndjehen se janë të dëgjuar e kështu me radhë, e jep efektin e vet. Po, patjetër, është shumë e rëndësishme të dëgjohen dhe të gjejnë një farë përkrahje, jo vetëm të rinj, të gjithë popullata. Kur përmende bashkëpunimin me ambasada tjera, sa bashkëpunoni me të gjitha ambasadat që janë në kuadër të Bashkimit Evropian në lidhje me proceset për përafrimin të aktiviteteve që kanë të bëjnë me procesin integrues të vendit në Bashkimin Evropian? Shumicën e iniciative që i kemi, sidomos ato që janë in-house event, ose të brendshme që organizohen nga ne, gjithsesi se kemi një farë pik bashkëpunimi me ambasadat e shtereve të anëtare. Zakonisht këtë bashkëpunim e therasin Team Europe, ose ekipi i Evropës, edhe në bashkëpunim me ambasadat organizojmë iniciativa të ndryshme. Zakonisht kemi feedback pozitiv, janë të gatshëm për bashkëpunime. Jo më larg se javën e kaluar e kishim finalen e Electionville, është një board game, loja e cila luhet
në dysheme, iniciativë e ambasadës së Suedisë. Kishim një muaj luanim në për çdo Europe House në vendin tonë, edhe javën e kaluar kishim finalen. Do thotë kjo u bën në bashkëpunim me ambasadën e Suedisë, edhe ideja e lojës ishte që të rinjt të shohin se si është të menaxhosh një komune e kështu me radhë. Para asaj kishim bashkëpunim në aspekt kemi disa debate që organizojmë me ambasadat në lidhje me procesin e integrimeve. Tani para një muaj kishim 30 vjetorin e antarësimit të 3 shteteve në Unionin Evropian. Edhe të gjitha ambasadat ose ambasadorët përfaqësues të atyre shteteve zakonisht në këto debate, panel diskutime e tregojmë procesin para edhe pas integrimit të vendit të tyre në benefitet që i ka e vend, sidomos me të rinjtë dhe shumicën e eventeve që i kemi, mundohemi që në debat të kyçim studentë të fakulteteve të ndryshme, të cilët pas prezantimit do të zhvillojnë ndonjë debat me ambasadorët ose përfaqësuesit që janë aty. Para asaj në mars kishim gjithashtu në bashkëpunim me ambasadat. Si vitin e kaluar është edhe këtë vit, është dita ndërkombëtare e gruas, kishim evente të shumta në gjitha Europe Houses. Tjetër, tani kemi shënimin e ditës së Evropës, jemi duke organizuar një garë për Koçanin me donacione nga qytetarët të cilët aplikojnë për të vrapuar, edhe këtë e kemi në bashkëpunim me ambasadat të cilët gjithsesi se e marrin atë aspektin e promovimit, ambasador do të përfaqësojnë ndonjë nga qytetet do të vrapojnë kështu me radhë. Kështu që gjitha iniciativat që i kemi të paktën që nisin nga duke filluar nga delegacioni pastaj në Europe House, janë disi të kyçura edhe ambasadat si një ekip, si one team. Po ashtu edhe si që mbajnë moton Unioni Evropian. Valon, kur përmende Electionville, pasi që përmende disa aktivitete, do të dua të fokusohemi në disa prej tyre. Cili ishte ndoshta mesazhet kthyese të rinjve, cili ishte reagimi i tyre gjatë përvojës që keni pas me lojën, ku përmende, keni qenë për komunat të ndryshme, jeni takuar me ata, dhe si e ndjenin veten që të jenë pjesë e këshillave të komunave? Është interesant, Nora, se si që theka më herët, shumicën e aktivitetet që i bëjmë metrik. Në rastin konkret, Electionville luhet me nxënës të shkollave të mesme. Zakonisht kishim përfaqësues të viteve të 3-ta dhe të 4-ta, të cilët janë në atë procesin e pjekurisëve, që më gati se 18 vite dhe afrohen në momentin kur duhet dalin edhe të votojnë. Edhe tashti i vjen ata në një pozitë ku realisht Electionville është një qytet i imagjinuar, i cili ka emrin Electionville, edhe loja luhet, ka pasur zgjedhje, pas zgjedhjeve studentët që e luajnë lojën janë faktikisht këshilltarët e komunës së qytetit Electionville. Edhe janë të ndarë në për grupe, secila grup zakonisht imagjinon një emër partie, edhe është interesant se në fillim të lojës, pasi që ende nuk e kanë atë sensin, janë disi më të heshtur. Mirë, po pas asaj, pasi që loja kërkon negociata, loja kërkon vendimarrje. Do thotë në dysheme ke disa sektore, si çdo komunë, do thotë ke transportin publik, menaxhimin e mbeturinave, zhvillimin ekonomik të qytetit e kështu me radhë, secila hapësirë ka buxhetin e vet. Edhe mbas të asaj se cilit sektor vendohet për prioritet, ku vendohen buxhetet, gjatë lojës, grupet e të rinjve vihen në disa situata jo të lakmueshme. Zakonisht një këshilltar në një komunë duhet menaxhojnë ndonjë situatë krize e kështu me radhë. Varësisht prej situatës të ri të futeshin në disa momente ku duheshte ose të koalicionojnë me ndonjë grup tjetër, ose të debatojnë më ashpër, ose të vendosin vetë ku do i dërgojnë buxhetet e kështu me radhë, edhe si shkon loja nëra, ashtu edhe e shef që të rinjt futen më tepër në lojë. Gjatë lojave që i kishim në 6 Europe Houses që jashtë Shkupit, kishte
një feedback mjaft pozitiv nga të rinjt, mirë po momenti final i lojës, finalja e madhe e Electionville, u luajt në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Edhe vetë fakti se atë ditë fituesit e 6 qyteteve, secili grup në vete, ishin të ullur në ulset e deputetëve në rastin konkret, duke i mbajtur dëgjuese u adhat momentin e ndjesisë pak më reale të procesit të vendimarrjes. Edhe sinqerisht mendoj se lam një mbres mjaft të mirë të trit, sidomos gjysmëora e fundit më u zhvillua në një atmosferë debati si ato që i shohim në parlament, edhe kur e sheh se gjithë këtë proces e kalon me disa të rritë të shkollave të mesme, sinqerisht, ndonjëherë edhe habitesh prej ku gjithaj vullnet ose edhe potencialin që e kanë. Potencial të rritë. Edhe vetë fakti se mu këta të ri pas disa muajve pas që vjen zgjedhjet lokale, do të votojnë në zgjedhjet e ardhshme, do të thotë i dha një momentum pak më të rëndësishëm gjithë eventit. Kështu që shpresoj që ndonjëri nga këta të rinj të ardhmen do e kemi edhe në ndonjë këshill të komunave ose qyteteve, pasi që është mjaft të rëndë ditë sotit ti inkurajojsh të ri të miren me politikë ose të miren me institucione vendimarrje kështu me radhë. Kështu që besoj që kemi bërë të paktën një shtytje të vogël te këta të rinj dhe kemi lënë një mbres që në të ardhmen do t'ua definoj ose profesionin ose ardhmërinë e tyre. Patjetër, ne shpresojmë në të ardhmen tonë dhe shpresat i kemi çdo herë tek të rinjt. Nuk na premton koha shumë, prandaj po mundohem t'i kap të gjitha aktivitetet. Me këtë dhe filluan më duket se aktivitetet me aktivitetet e fundit të Electionville, ashtu filluan edhe aktivitetet e majit. Më pas edhe u shënua dhe ndërlidh me... U ndërlidh, pasi që në prill kishim lojat, në maj ishte finalja e madhe, me njërë pas asaj filluan edhe aktivitetet lidhur me ditën e Evropës. Keni një iniciativë, me njerë pasi që ndërlidhet me tragedinë në Koçan dhe vetë shënimi i ditës e Evropës, 2 muaj me njerë pas tragedisë në Koçan, dhe kjo me siguri ishte arsyeja për të organizuar edhe garën e madhe, e cila do zhvillohet në 7 qytete, apo jo Malan? Na thuaj pak më shumë për rreth kësaj gare humanitare për të prekurit e Koçanit. Si çdo vit, ashtu edhe këtë vit, gjithë Unioni Evropian, shtetet e Unionit Evropian, zakonisht festojnë 9 maj ditën e Europës. Vite me radhë pas edhe Europass me delegacionin e Unionit Evropian në vendin tonë, ka bërë iniciativa të ndryshme, ahingje të ndryshme për të festuar ditën e Evropës. Ideja ishte e njëjta edhe këtë vit, mirë po pas tragjedisë që ndodhi në Koçani, nuk e pam të arsyeshme të festojmë këtë vit. Mirë po, na lindi ideja që të paktën t'i japim një farë simbolike ditës e Evropës, duke organizuar një event i cili e ka më shumë aspektin e solidaritetit. Pas asaj që ndodhi në Koçani, mendoj se është detyrë secilit prej neve të paktën të solidarizohet me qytetarët e Koçanit dhe atë që ju ndodhi, dhe kjo ishte arsyeja pse vendosëm që gjithat shift ta bëjmë nga ajo që bënim më herët në krahasim me këtë vit. Edhe mendoj se nuk ka mënyrë më të mirë se sa t'i mbledhësh disa qytetarë në një vend ku gjithë njerëzën do e përcjellin mesazhin se do të vrapojmë për Koçanin gjithë së bashku. Duke e përcjellur këtë mesazh, në anën tjetër me secilin kotizacion që paguhet për të bërë pjesë e garës, realisht secili qytetar edhe jep një farë donacioni. Aplikimi bëhet nëpërmjet webfaqes Siteza Koçani, aplikon për cilin qytet don, edhe donacioni bazë është 300 dinar, për të marrë numrin edhe për të fituar këtë mundësim për të vrapuar në një nga garat, kështu që mirë po qytetarët që duan të japin donacion më të madh, gjithsesi se janë të mirëseardhur,
Përgazon fakti se deri sot kemi një A ka të numër interesuarat edhe desha të kemi pyesin? mjaft të interesuar, sidomos në Shkup edhe Priteshtë është kryeqytet. Mirë po e mira është se do vrapojmë në 7 qytete dhe jo rastisht kemi Europe House në buke të 7 qytete, nuk e di nëse i ceka kemi në Shkup, në Manastir, në Strumis, në Veles, Kriva Pallang, Strug dhe Tetov. Edhe nëse i analizon qendrat në aspekt rajonal, neve mbulojmë të gjithë shtetin. Duke organizuar gara në këto 7 pika, mesazhi se po vrapojmë i gjithë shteti në një ditë për Koçanin. Garat janë me 25 maj, fillojnë prej në ora 10. Në ditën e njëjtë organizohen Po, në ditën e njëjtë, po ideja ishte që të kemi një ditë ku do të solidarizohemi me gjithë me Koçanin. Siç e ceka edhe më herët, kemi interes të madh. Në Shkup do të vrapohet në Vodno, duke filluar nga Vodno e mesme deri në Pantelejmon. Ka dy lloje të garave në Shkup, njëra 5 km e tjetra 10, ndërsa në qytete tjera kemi nga 5 km. Për shembull, në Tetov do të vrapohet në malin Shtar, Strug do të fillon nga ura në qershinë e Strugës e kështu me radhë. Diçka që kisha dashur të përcjellte gjithë ata që po e shohin emisionin sot, është ajo që nuk është garë me karakter kompetitiv, po është garë me karakter solidariteti. Kështu që do i kisha ftuar gjithë, edhe nëse nuk e ndjejnë veten fit, edhe nëse nuk janë sportistë ose kështu me radhë, mund të vinë, të japin një donacion 5 km dhe mund të hecen në fund të fundit gjithë. Nëse analizojmë telefonat, bëjmë diku 5 km brenda ditës. Edhe do i kisha ftuar gjithë të paktën të jenë pjesë një iniciative që besoj që do t'jape edhe një farë lloj impakti në atë që impakt pozitiv në atë që ndodhi në Koçan. Kjo ishte edhe pyetja ime e radhës, se a kanë mundësi qytetarët që nëse duan të mos marrin pjesë në garën në vrap, kemi disa qytetarë që ndoshta vetëm duan të donojnë, a do të kenë mundësi, domethënë ndryshe të japin donacionet e tyre? Patjetër, do të thotë aplikacioni është i hapur, si çdo maraton ti mund të aplikosh edhe fund ditës mos vraposh, njëjtë edhe këtu. Mirë po, nëse dikush veç më ka vendos të jep ndonjë donacion, të paktën le të jap numrin tjetër kujt që sa më masofikisht jemi edhe figurativisht atë ditë aty. Kështu që do i kisha inkurajuar. Mendoj ne kemi maratone të ndryshme. Unë vetë vrapoj maratone, zakonisht shoh edhe, sidomos në garat në 5 km, shoh edhe prindër me karroca të fëmijëve që i kalojnë 5 km. Kështu që besoj që do të jetë një ditë e këndshme, shpresoj se do të na mbajë koha mirë, edhe ta japim atë simbolikën edhe njerëzishëm të vrapojmë gjithë për Koçan. Kjo do të jetë edhe aktiviteti i fundit në lidhje me aktiviteti kryesor, mund të themi, apo jo? Po, kryesor. Zakonisht për ditën e Evropës, edhe pse themi dita e Evropës, vitet e kaluar kemi organizuar muajin e Evropës. Kështu që gjatë muajit kishim aktivitete të ndryshme. Këtë vit kishim recepcionin që e bën çdo vit delegacioni i Unionit Evropian. Simbolikisht organizuar në Muzeun e Arteve Moderne në Kalan e Shkupit, duke ditur se ai institucione simbolika e solidaritetit të Shkupit, i cili është ndërtuar pas tërmetit në Shkup. Kështu që deshtëm me vetë faktin që organizojmë diçka në atë vend të përcjellim edhe një mesazh. Një herë, disa ditë më herët, kishim edhe ndriçimin në çdo qytet ku kemi Europe House, ndriçuam nga një objekt me ngjyrë të kaltërt, thjesht simbolikisht ta përcjellim në majin. Mirë po, nga ana tjetër edhe në aspekt pak më abstrakt të japim një mesazh se të mundohemi gjithë të jemi ndriçimi i cili duhet këtij vendi. Kështu që janë disa aktivitete të vogla të cilat këtë vit kanë qenë simbolike, mirë po shpresoj që do ta japin atë. Alon, duke mos u larguar nga të rinj dhe misionin të cilin e keni ju, dhe është mjaft i rëndësishëm për ne. Sa ndikojnë të gjitha këto aktivitete në parafrimin, domethënë edhe të proceseve të vendit, duke marrë parasysh klimën politike, gjitha ndodhit dhe
interesimin apo jo të faktorit, aktorëve politik të cilët i kemi, duke anashkaluar atë temë. Si shohin të rinë këto barjera? Si ndikojnë të gjitha këto aktivitetet në parafrimin apo të i kalimin e disa barjerave të cilat i kemi në periudat caktuara? Shive, ka dy momente, ka gjëra të cilat nuk mbaren as nga Europass, as nga të rinë, mirë po ka disa gjëra që të paktën ti mund të bësh një iniciativë për të bërë një ndryshim në këtë. Edhe atë që e marrim si feedback për i të rive, se u pëlqejnë iniciativat. Kur them u pëlqen mënyra se si mund të duket një shoqëri, se si mund të duket një shtet, gjithsesi se ke mendime pozitive, negative, aty s'do të kisha dash të hy, mirë po unë në rapunoj me mediume ma shumë, dhe zakonisht i analizoj feedbackun që e marrim. Shumë rrallë shoh ndonjë aspekt negativ në lidhje me ndonjë iniciativë që e kemi marrë. Dhe mendoj se gjithë ato që përcillet nga eventet që i bëjmë, nuk është se çdo event ka flamurin e Unionit Evropian edhe themi ja kështu bëhet në Evropë, mirë po fakti që promovon diçka, ne shumicën e gjërave që i bëjmë këtu janë gjëra tradicionale të vendit tonë. Mirë po një gjë e mirë që është në Unionin Evropian është fakti se këto gjërat që na bëjnë më ndryshe prej tjerëve vlerësohen më shumë në fotografinë e madhe, nëse mund të themi ashtu. Kështu që a kanë kërkesa të drejtë për drejta për të ndryshuar diçka? Për shembull, ai është parashtruar ambasadorit të Bashkimit Evropian ndonjëherë pyetja se si do të kishit mundur të më ndihmoni në këtë drejtim. Kur flasim për ndoshta edhe për kushtet bazë apo elementare. Patjetër, po në secilin debat që kemi, jo vetëm me ambasadorin e Unionit Evropian, por në përgjithësi. Për shembull në Tetov kishim një event lidhje me zgjerimin e Unionit Evropian. Këto që i kemi eventet me ambasadet edhe kishim me ambasadorin e Çekisë në vendin tonë. Nuk e di nëse e dini, po ambasadori i Çekisë flet shqipen shumë mirë, pas që ka qenë ambasador në Shqipëri para kësaj. Edhe gjithë prezantimin e kishte në gjuhë shqipe. U dha një afrim studentëve që ishin ditë aty, edhe filluan të shprehin edhe ato ngarkesat që i kanë, po si mundet ne të vim në këtë nivel. Edhe vetë fakti që ju jep një kahje ditërive, ndoshta nuk u jep zgjidhjen me një herë, mirë po jep një kahje që ja zgjeron pak atë aspektin e të menduarit. Ndonjëherë neve na duhet edhe ajo pak të dalim nga ai bubble që e kemi në kokë. Zakonisht kur dalim jashtë kufive, shohim gjëra tjera dhe kthehemi këtu, mundohemi ti implementojmë, po jo secili ka ndonjëherë atë mundësi del jashtë. Kështu që kur zhvillohen këto debate, gjithsesi se hapen disa tema dhe hapen disa mendime të reja të rinj, sidomos kur shohin moshatarët e tyre, do thotë se mundohemi të mbledhim më shumë komunitete me një vend, mundohemi të mbledhim më shumë qytete me një vend. Një i Strugës për shembull me një të Krivapallakës, jo çdo ditë mund të ketë atë ndeshjen edhe të shef se si mendon njëri nga ky qytet e nga ky qytet. Edhe zakonisht eventet e tilla edhe e japin atë momentin ku të rinjve ndoshta u hapet ndonjë horizont. Edhe më pëlqen që pasi që ka të rinj që vijnë për herë të parë, do thotë në eventet e Europe House, dhe pas asaj është që kanë filluar të ndërmarrin iniciativa. E shohin se mundet, e shohin se mund të kenë ndonjë përkrahje. Edhe jo secila përkrahje duhet jetë financiare. Ne si ekip, përveç që tash parës hapësirës, neve japim edhe gjithë mbështetjen në aspekt. Do thotë vetëm shkup kemi dikun 10 të punësuar, mirë po kemi edhe fotograf, kemi dizajner, kemi njerëz që punojnë me mediume, dhe gjithsesi për të zhvilluar një projekt, ty të vinë një farë mbështetje, si mund të ekspertize nga njerëzit, kështu që shumicët të rinjve neve u afrojmë. Janë aspekt personal, unë mundohem që kur bashkëpunojmë me ndonjëri të ri edhe duhet
si të them, ta promovam projektin e tij nëpërmет mediume, gjithsesi se jap mbështetjen time, një farë know-how e kështu me radhë. Edhe është e mirë se ardhur të të rinj. Sinqerisht, jo se unë jam pjesë e Europass, po e shoh se ka një feedback. Tash sa është rezultati asaj në gjithë këtë shoqëri, nuk kemi ndonjë alet në cilët mund ta masim se sa e jep frytën e vet, mirë, po ndonjëherë edhe iniciativa më e vogël e bën atë. Patjetër që po. Ne kemi mungesë shumë në nënshkrimin e marrëveshjeve, implementimin apo jetësimin e iniciativave të cilat i marrim. Dhe kjo është një ndihmesë mjaft e madhe për të rinjt. Edhe gjithashtu pyetja ishte edhe ndërlidhur me kohëve të fundit e dim që euroskepticizmi tek qytetarët është rritur. Dhe na duhet ndoshta në të shumtën e rasteve me analistët kemi diskutuar se evropianizim, që do të thotë krahas beneficioneve të dim edhe përgjegjësitë. A i din përgjegjësitë në lidhje me këtë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut? M'zdi, ndoshta është një pyetje që duhet adresohet tjetërkund. Ajo që ne si Europass e bëjmë është që ti ngrisim disa vetëdijsime. Unë jam prindi dy vajzave, neve në Europass kemi edhe evente që kanë të bëjnë edhe me më të vegjëlit, edhe shpesh dita marr vajzën edhe ta sjell. Kemi disa book clubs, është projekt i thjeshtë. Informacion shumë i rëndësishëm. Po, është projekt i thjeshtë ku të rinjt të nacionaliteteve të ndryshme ulen edhe lexojnë libra bashkë. Do të nuk ka të bëjë me ndonjë politikë ose ndonjë mirë, po vetë fakti se punon me gjeneratat e reja, mendoj se ajo na duhet më së shumti. Duhet paktën të miremi me vetveten edhe sende tjera. Përgjegjësinë duhet ta mbajmë vetë. Paktën është mendimi im personal, edhe unë mundohem që ta përcjell në pasardhësi gjeneratat që më konkretisht në rastin konkret të vajzat e mia. Do të thotë nëse dalin në rrugë edhe e shoh një mbeturin, edhe pse nuk është e jona, shpesh i tham vajzës ose unë jam ai i cili e marr për t'ia dhënë një farë leksioni, kështu që ti marrim disa përgjegjësi mbi supet tona, edhe besoj që do të evropianizohemi shumë më shpejt sa që ne mendojmë. Valon, nëse nuk do të thoja mesazh për në fund, por nëse ke edhe ndonjë adresim të cilin e kam lëshuar duke munduar që t'i kap të gjitha pikat e rëndësishme, a ke edhe diçka për të adresuar deri tek të rinjt tanë të cilët na ndjekin këtu, por edhe qytetarët, pse jo? Do isha kthyer pak në fillim të emisionit, vetë faktin që t'ju tregoj gjithëve se ekziston një vend i cili ka emrin Europass, edhe është i bërë apostafat për të rinjt e këtij vendit. Dua ta përqej mesazhin se dyert e Europass janë të hapura në secilin qytet që kemi Europass, po jo vetëm në atë qytet, po edhe nëse janë të rajonit e ka një Europass të afër, gjithsesi se dyert janë të hapura, mos të frigohen të aplikojnë, mos të frigohen të marrin ndonjë iniciativë, pasi që deri tash eksperienca ime me të rinjt tregon që çdo iniciativë që një i ri e ka marrë, vetëm i ka ndihmuar në rrugtimin e tij edhe në karrierë kështu me radhë, kështu që do i kisha inkurajuar të gjithë të vinë të na trokasin derë, të hapim faqen tonë, të na përcjellin Facebook, pasi që kemi iniciativa shumë të mira që besoj që dikujt do i dalin. Edhe e dyta është të i kisha inkurajuar edhe njerë të gjithë që të hynë në faqen si të Zakoçani, edhe le të bëjnë donacione dhe le të bëjnë pjesë e garës të cilën do organizojmë me 25 maj në ora 10 në 7 qytete. Faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit. Shpresoj që radhën tjetër do t'jemi me të rinj të selektuar, të cilët do t'i kemi edhe zërat e tyre këtu. Faleminderit edhe njerë për ftesën edhe mbështetjen që na jepni si televizion Star.
Të nderuar teleshikues, këtu edhe përmbyllim këtë edicion të emisionit tonë Bashkimi Evropian dhe ne. Morët mesazhet, por edhe neherë dua ta theksoj. Aplikoni online në web faqen Europass, pra si të zakuqeni, të gjithë përkoqanin dhe mund të jepni donacionin tuaj për këtë garë në vrap e cila do t'i ndihmoj të prekurit e kësaj tragedie që preku vendin tonë. Ju faleminderit që na ndoqët sonte. Natën e mirë.